Përshëndetje, sot ditë e hënë, jeni këtu shenja ime bukur e dashit me mua Zodiac Oracle për të eksploruar javën, pak me vonesë sigurisht, por që ja ku jam. Sido që të jetë durime edhe këtë javë, avash mundsi do ketë, mundon të shfrytëzoni. Për të rezervuar takimin tuaj në private dini tashmë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290, parashikimet e muajit i keni në YouTube Zodiac Oracle. Atëherë, përsa i përket ditës së sotme, dita e sotme kërkon të përdorni imagjinatën. Pra, si të thuash, mbase dita do jetë e lodhshme, mbase dita do ketë ato kërkesat e veta, ajo çka ju do të bëni që të dilni nga situata, do përdorni imagjinatën tuaj. Domethënë, duhet të krijoni, rigjeni momentin tuaj edhe ju që të mund të suportoni ditën e sotme me pak fjalë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju sjell një sukses shumë të bukur, që mund të jetë si në jetën personale, aspektin personal, ashtu dhe në atë profesional, që do të thotë një farë oferte ju bëhet, një farë propozimi ju bëhet, nga një situatë e vështirë dilni dhe ja dilni me sukses, kështu që sido që të jetë dita e pas nesërme mban emrin sukses, dhe ne do ju themi bravo, urime, lart e më lart, t'ja dilni më mirë, të keni më shumë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është çik e dyshim përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, që do të thotë këtu akoma nuk është ndar situata, nuk e ka ndar mendjen individi se çfarë është duke bërë, është duke qëndruar apo është duke u larguar. Për ata që normalisht kanë pas një rikthim, për ata që sapo e kanë nisur një lidhje, përsëri vlen po e njëjta gjë, domethënë ka ato nuancat e pasigurisë të mosditurit se si do vazhdojmë më tutje, domethënë nuk po e dajmë dot ka dhe ndjenjë apo është vetëm një tërheqje fizike, ndërkohë që për ju që jeni në çift prej kohësh, këtu ndahet mendja se vazhdojmë realisht apo e mbyllim këtu sepse u bë shumë kohë dhe duhet ndar gjërat. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e, si të thuash, është dita që përfaqëson më tepër meshkujt, që do të thotë juve meshkujt, ju meshkujt e shenjës jeni të lirë të ç'të themi tani, të veproni si të doni ju. Domethënë nuk keni pengesa, nuk keni diçka që t'ju vonoj në arritjet tuaja, gjithçka varet nga lëvizjet tuaja. Ju femrat e shenjës jeni ose do të jeni në pozicion shumë të mirë ditën e enjte për të pritur një mashkull që premton në jetën tuaj. Pra i bie që dikush po vjen në jetën tuaj ose me bashortin tuaj apo me një person që keni kohë, prej kohësh jeni me të, duket se merret një vendim, po vjen nga ana e atij ky vendimi dhe me sa duket dhe ju favorizon. Me thënë favorizon lidhjen dhe marrëdhënien tuaj. Kjo përsa i përket ditës së enjte, përsa i përket ditës së premte, dita e premte gjithçka që ju kërkon është thjesht të ktheni dhe një në origjinë, do të thotë haruat se kush jeni, në një marrëdhënie, në një vend pune, në një ambient shoqëror, nuk po dini më se kush jeni, nuk po njihni më veten as ju dhe as të tjerët nuk ju njohin ju. Ndaj dhe ka ardhur momenti që të riktheheni pas në kohë, të kujtoni se nga e nisët, si e nisët dhe krahasuar me ku e bitisët, nuk ju dalin mirë llogarit. Kështu që sido që të jetë është e reflektimit, e të kuptuarit se kush jeni ju në të vërtet, e të kuptuarit se nëse se në këto rrethana ku ndodheni nuk jeni mirë, të jepni fund kësaj gjëje dhe të mblidhni turta kokës në vija të përgjithshme, le të themi, përsa i përket ditës së premte. Dhe pse jo, atje ku ndjeni se duhet t'i komunikoni dy të vërteta, t'i komunikoni, t'i thoni, ta nxjini nga vetja juaj atë gjë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita kujdes se ku do të ndodheni ditën e shtunë, kujdes se me cilët persona do të jeni të shoqëruar ditën e shtunë. Ajo çka do të vini i re është se dikush po mundohet t'ju futet në mes të marrëdhënies tuaj, është dikush po mundohet të bëhet ajo pala e tretë. Nuk më pëlqen kjo gjë. Ju intuitën e keni, nuk është se nuk e keni, do vini i re ditën e shtunë ose do ndjeni të kërcënuar ditën e shtunë nga prezenca e një individi tjetër në marrëdhënien tuaj në çift. Përsa i përket ditës së diel, pastaj ditën e diel diçka mbaron përfundimisht, do me thonë diçka e jep një fund përfundimisht. Nëse do jetë një marrëdhënie, le të jetë një marrëdhënie. Nëse do në çifte kanë fjalën, nëse do të jetë një vend pune, okej, ç'a ti bëjmë? Nëse se thjesht mbyllet një kapitull jetës tuaj me gjëra që i larguat, mund të jetë një lidhje shoqërore që merr fund, një bashkëpunim që merr fund, shpërnguleni nga një vend për të shkuar në një vend tjetër përfundimisht. Mbyllni një, për shembull, keni qenë për 10 vite jashtë.
dhe vendosni të ktheheni në dheun tuaj të dashura. Nuk është mbyllje kjo, nuk është përfundim, që ta kuptoni domethënë se për çfarë kanë fjalën, dhe në kushte shumë të veçanta ju e dini shumë mirë që kjo letër përfaqëson edhe vdekjen. Kështu që ama në raste shumë të veçanta do të thotë vetëm qoftë se ju keni një person i cili pritet të largohet nga kjo jetë, atëherë edhe mund të ndodhi ditën e diel. Realisht. Përshëndetje një demit ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle, dhe pse me pak vonesë po s'kemi çfarë të bëjmë. Këto janë parashikimet sigurisht të javës për shenjën tuaj. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Siç e kuptoni, zëri im skandal, kështu që e kuptoni dhe vonesën e parashikimit pse. Atëherë, përsa i përket ditës sotme, ditës së hënë, këtu jetoni momentin, domethënë këtu është tani për tani. Mos harroni që afërdita është në shenjën tuaj, sigurisht që ishte në atë aspektin e vështirë me Plutonin, por sido që të jetë, çfarë kishte për ta nxjerrë nxorë, çfarë kishte për ta dhënë e dha, dhe për nga vështirësitë. Sot dita premton nëse dikush guxon në fatin e tij të mirë, nëse dikush ka besim mjaftueshëm tek vetja, dhe në përgjithësi është një ditë e cila nëse je pozitivisht do të eci. Kështu që nëse keni gjëra të rëndësishme për të bërë sot, keni besim tek fati juaj mirë, ka për t'ju ndihmuar që të arrini atë që kërkon, por duke ecur me moton jeto tani, jeto momentin, guxon në këtë moment që je. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju ofron mbrojtje. Mbrojtje nga çfarëdo lloj vështirësie, humbje, rreziku, pakujdesie tuajën që e përfshini veten në situata të caktuara, kështu që këtu le të themi se gjithë mbrojtja që ju duhet është e juaja dhe asnjë gjë e keqe nuk ju ndodh, sikur edhe ta përfshini veten tuaj në situata riskioze. Përsa i përket ditës së mërkurë, kujdes shpenzimet që dalin në mënyrë të paparashikuar, kujdes në një problem shëndetësor që del paparashikuar, kujdes probleme në familje, debate, situata që menduat se i mbyllët, por në fakt nuk i keni mbyllur as pak, dhe përsa i përket ambientit të punës, kujdes individ të cilët duan të ulin një që të dalin vetë në sipërfaqe. Në total, kjo letër tregon kaos, tregon paqartësi, tregon kujdes, do të thënë kërkon kujdes. Kujdes dhe me financat dhe me shëndetin dhe me çfarëdo gjë tjetër që keni të shenjë jetën tuaj, sepse është letër me të vërtet jo fort e mirë, do thosha, është pak me thënë. Kështu që kujdes, kaosin në total. Ditën e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e, do të thosha, përsëri kujdes. Nga min kalojmë tek dhelprat, dhe normalisht dhelprat janë kafshë të zgjuara, mos harroni, janë dinake, dinë se si ta marrin atë gjë që kërkojnë. Edhe ju, kujdes në një ambient pune, kujdes në një ambient shoqëror, sidomos nëse jeni duke synuar diçka të rëndësishme, duket se dikush ju ka vënë në shenjese, duket se dikush e ka vënë suksesin tuaj dhe do të përfitojë nga ky suksesi juaj. Ju pastaj, në qoftë se do jeni të zgjuar mjaftueshëm, atëherë bëni dhelpra ju të parët edhe merruani të kthes të tjerëve në kthes. Por që në vija të përgjithshme kujdes. Kujdes sepse është ditë manipulimi, gënjeshtrash, mashtrimi dhe keq informacioni në dëmin tuaj, jo në të mirën tuaj. Atëherë përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që kthehemi dhe njerë pas në kohë, për të kujtuar dhe njerë çfarë ndodhi, perkorsi, ke parasysh ndonjëherë kur duhet të ndryshoj gjithçka, përpara se të nisesh drejt së ardhmes, duhet të kthesh dhe njerë syrin pas në të shkuarën. Edhe ju pikërisht të gjë do të bëni, do të bëni retrospeksion, ktheheni pas në kohë, bëni ato llogaritë tuaja, si ishit, si e nisët, ku jeni, si po vazhdoni, që të dini se si do veproni prej këteje në vazhdim. Pra le të themi që është një ditë nostalgjie, kjo dita e premte, me shumë kthime pas në kohë, nuk përjashtohet mundësia që edhe personat të takoni nga e kaluara juaj, të cilët ju vënë atë procesin e të menduarit, rikthyerit, rishqyrtuarit të disa gjërave, pse jo. Është ditë e tillë dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e nuk u mbastoruan dhe luftoj për atë çka është e imja. Do të thënë është një ditë që luftoni për vlerat tuaja dhe parimet tuaja, është një ditë e cila favorizon financat, por
me lëvizje të zgjuara, nuk po flasim këtu për financa që ka lidhje me punën tuaj dhe me portofolin tuaj, për sa i përket punës që bëni. Për ata ardhurat që fitoni nga puna juaj, ka të bëjë me një investim të vogël, ka të bëjë me një guxim, investim të guximshëm do thosha, të vogël, do qëndroj tek e vogël, i cili ju shton mundësinë e të ardhurave. Dhe është një ditë shumë e mirë për çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me luftoj për atë çka është e imja, është e drejta ime, sepse e fitoni në fund. Për sa i përket ditës së diel, dita e shtunë dhe dita e diel kanë po të njëjtin karakter. Dhe me sa duket janë vetëm 2 ditë, nuk do zgjasi më shumë se kaq ky fati juaj mirë, kështu që nëse jepet mundësia për çfarëdo lloj gjë, për të blerë makinë të re, për të investuar në një shtëpi të re, për të marrë pjesë në një organizim të caktuar ku paraja është ato ditë, ato 2 ditë. Bëjeni sepse nuk do dilni keq. Mund të duket pak, por në fakt premton dhe për më gjatë. Thjesht përqendroni tek këto 2 ditë, nuk do ju dalë keq. Për sa i përket fitimeve, për sa i përket ditës së diel, pastaj kjo dita e diel është pikërisht ajo themi, shfrytëzo momentin ose momenti mund të shojë një jetë të tërë. Kështu që mundoni të ma dëgjoni fjalën dhe nëse ju vjen mundësia ta shfrytëzoni siç duhet. Përshëndetje, Jebinjakve, ja ku jemi përsëri ditë e hënë sot me pak vonesë, por çfarë ti bëjmë, kam thënë kujdes sa të kemi atë Marsin dhe Merkurin në shenjën e peshqve, së muremi, kështu që do kujdes. Atëherë, sido që tjetë ja ku jemi, t'ju kujtoj edhe një herë që parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që parashikimet tuaja personale i rezervoni duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, sot çdo gjë duhet të keni parasysh, nëse diçka nuk realizohet sot, duhet të kujtoni se mbase nuk ishte e thënë, mbase nuk është ky momenti, okay? Akoma jo, prisni, do vi dhe momenti juaj, por akoma nuk mund të themi që ka ardhur. Kështu që lërini gjërat e mira të ndodhin në momentin kur duhet të ndodhin. Mos e trusnoni ditën e sotme, se sa ashtu mendoni ju se mund të arrini diçka. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me dokumenta, çfarëdo gjë ka të bëjë me detyrimet të përditshme, paguaj fatura, përfitoj ndoshta nga ndonjë ofertë që mund të më bëhet nga një kompani telefonike ose vaj nga çfarë mund të jetë tjetër, por që ka të bëjë me dokumenta, ka të bëjë me shkresa të rëndësishme, ka të bëjë me dokumentacion, është jetë gjithë dokumentacion, jetë gjithë dokumenta, dhe me një kontratë pune, pse jo, sido që tjetë është një ditë me lajme të rëndësishme, lajme të cilat ju favorizojnë, juve punën tuaj dhe të ardhmen tuaj, kështu që ja ku i keni. Në qoftë se dikush ka shumë kohë që s'është bërë i gjallë, edhe mund të bëhet i gjallë ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju thotë çfarëdo lloj gjëje nuk ju duhet më, pra çfarëdo lloj gjëje ndodhi, ju transformoi, ju ndryshoi, e mbylli procesin, duhet të largohet tashmë nga jeta juaj. Është një person që hyri në jetën tuaj, duhet dhe s'ka çfarë të ofrojë më, pra kuptohet që shkon gjikundi, duhet të iki. Ishit pjesë e një grupi pune, mbaroi puna, u realizua, u vlerësua, çon si ka, nuk çon më tutje, mbaron këtu. Pra, dita e mërkur ju tregon qartazi atë çka duhet të largohet nga jeta juaj për shkak se nuk ka çfarë t'ju ofrojë më. Dhe njëkohësisht të hapi të përgatisi rrugën për atë çka do të vijë e re. Për atë çka do të vijë e re do ju plotësoj nga një ardhme e tutje, kështu që mos kini frikë nga diçka do largohet apo po largohet nga jeta juaj dhe është e dukshme ditën e mërkur, ndodh pikërisht që të hapet rruga në mënyrë që të vijë diçka e re, më kuptim plot dhe që të mund të realizoj më mirë. Atëherë përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte do ju thosha kujdes debatet në vija të përgjithshme, kujdes debatet, kujdes debatet që nisin nga edhe kërcënime, pse jo, por edhe nga fyerje të caktuara. Kështu që nëse kam një këshill për ju ditën e enjte, qëndroni larg debateve dhe zonave të nxehta. Pse? Sepse mund të vej keq puna dhe situata dhe pastaj hajde ta zgjidhësh më. Kujdesi ashtu në këto përballje tuaja në rrjetet sociale sepse nis si loj, por në fakt të shikoni se si përfundon. I dëgjoni lajmet, vlen po e njëjta gjë, kështu që bëni kujdes, ju lutem shumë. Debatet sot nuk bëhen thjesht në mes të rrugës, ka 1001 forume se ku dhe si nisin ato. Pra, me kujdes, ju lutem shumë, nuk është momenti që të zjeni, të griheni, të kapeni me fjalë ditën e enjte, sepse ajo situatë do kaloj për më keq pastaj. Dhe nuk e mblidhi dot më.
Kështu që kjo ishte dita e njëjtë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që shumë prej jush do jepni mundësinë vetes të ju të zbuloni një talent që keni, sepse këtë gjë e dini tashmë, por atë një talent që keni ta kthejnë në profesion. Do të thënë shumë do të jeni ju të cilët do ta guxoni pikërisht këtë gjë, atë një talent që keni, piktura, kënga, ku dëgjoj, vallëzimi, si themi neve, punimi me shtiza, biza, si themi, gjitha këto t'i ktheni në profesion dhe gjeni se çfarë do ju dalë shumë mirë. Sidomos nëse këtë gjë mendon ta bëni si përmarrje të vogël. Nuk e di. Jepini forca sepse me të vërtetë që ju ndihmon të ecni përpara të shtoni dhe një dy gjëra më shumë në portofolin tuaj. Atëherë, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë përsëri është ditë kthimesh, rikthimesh, domethënë ka shumë gjasa që nga një person i cili me të cilin keni qenë bashkë, por nuk keni më të meni lajme, t'ju kontaktoj, nuk mund t'ju premtoj se do qëndroj, por se do jetë bëhet një tentativë ditën e shtunë për diçka të tillë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që më në fund shumë prej jush marrin frym. E para njerë, dita e diel favorizon shumë procesin mendor. Do të thotë nëse keni një ide, atë ide nëse komunikoni tek persona të rëndësishëm, atëherë themi se këtu lind një projekt aq i madh dhe aq i rëndësishëm saqë ju vetëm në ëndra e keni imagjinuar. Favorizon shumë çështje shëndetësore, favorizon shumë stabilitetin në vija të përgjithshme. Tregon se më keq ka kaluar dhe prej këtej në vazhdim më shumë do të jeni duke ndërtuar se sa do të jeni duke shkatëruar. Kështu që është një moment i bukur dita e diel për t'u qetësuar, për të mbledhur forcat, sepse ju vijnë gjëra më të mëdha dhe do kërkojnë energjinë tuaj maksimale që të shkojnë atje ku duhet të shkojnë. Ama e ardhmja është e ndritur, me sa duket prej këtej në vazhdim. Përshëndetje nga Forës dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës, të më falni mua për vonesën, po sido që të jetë njerëz jemi dhe e tham, ky peshku derisa të zbrazi të gjithë planetet që ka mbi veten e vet, do të na marrë çik më qaf akoma. Sido që të jetë parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, pastaj dita sot, bravo. Kishim probleme në çift, i zgjidhin. Kishim pak kënaqësi, do kalojnë. Kishim keq kuptime, punë e madhe, do arrim një far akordi, sido që të jetë është dita që sot, që favorizon dhe rikthime, madje rikthime ku fjalët janë të ndjera, do thosha, se ti ma bëre kështu dhe mua më detyrove dhe unë çfarë të bëja dhe do të thotë të tillë natyrë ka për sa i përket rikthimeve, për sa i përket pastaj marrëdhënieve njerëzore në vija të përgjithshme, po sidomos ato personale, atëherë jemi mirëkuptues, e shfaqim dashurinë, nuk kemi frikë të shfaqim ndjenjën që kemi kundrejt tjetrit dhe ajo që është më e rëndësishmja pra zgjidhen situata në çift sot. Kjo është jam e bukur. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë tregon, uroj që ju që do i zgjidhni këto problematika të vendosni dhe për një bashkëtesë. Sido që të jetë dita e martë, ju nxjerrni një bashkëtesë. Juve të shenjës së Gaforës, pra shumë prej jush vendosni se ka momenti për një bashkëtesë, ose ju gjeni në bashkëtesë. Shumë të tjerë ndoshta jeni duke menduar se ka momenti për të ndryshuar banesë, nuk jam mirë më në këtë banesë, është e vogël, kam krijuar familje, do të lëvizni një banesë më të madhe. Shumë prej jush mendoni seriozisht blerjen e një banese dhe në totale të themi lëvizje shohim këtu me banesë. Blerje, shitje, shpërngulje, gjëra të tilla, sido që të jetë këtu i keni, po dhe bashkëtesa sigurisht. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita shumë e bukur përsa i përket financave, një pikë së pari, përsa i përket suksesit personal, individual, pikë së dyti, famës, nëse doni, emri të mirë, dhe për meshkuj dhe për femra, pavarësisht se kjo është femër si letër. Çështja është që këtu tash favorizohet biznesi, çfarëdo gjë ka të bëjë me financat, çfarëdo gjë ka të bëjë me biznese që lidhen me të bukurën, me estetikën, me modën, me produkte kozmetike, gjëra të tilla, por dhe me financat, shitje, blerje, investime, nëse doni. Kështu që mundoni të shfrytëzoni këto mundësi të ditës së mërkur, sepse japin mundësi për të stabilizuar, dhe nëse ju bën oferta dhe propozime për punë, atëherë pranojeni sepse me të vërtet kanë për t'ia vlejtur. Juve femrat dyfish gëzoheni dhe përsa i përket punëve tuaja që po ecin mirë, po dhe përsa i përket çështjeve personale, ku shumë mirë mund të jeni në prag të marrjes së një vendimi shumë të rëndësishëm për një shtatzani për shembull,
përmes duke përdorur teknologjinë, pse jo? Ose thjesht merrni lajmin e mirë se do bëni nëna në mënyrë natyrale. Ose thjesht ju vjen ai propozimi i shumëpritur për një fejes, martesë apo bashkëjetesë. Pra vazhdojmë në të njëjtat ujëra. Mirë, shumë mirë, domethënë dashuria, marrëdhëniet në çift dhe jo vetëm deri ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që u thot mirë ecë deri tani, në rregull i bëre çka kishe për të bërë, mirë po diçka ka mbaruar. Diçka i ka mbaruar cikli, duhet ta pranosh që nuk mund të vazhdohet më tej me atë një gjë. Kështu që jeni të detyruar të mbyllni një situatë të caktuar. Domethënë duhet të mbaroj pikërisht këtu. Pse? Sepse nuk ka çfarë t'ju ofroj më shumë. Është një lidhje e përkohshme që nuk zjati mbaron, është një bashkëpunim i cili edhe afërtin e vetë duhet të mbaroj këtu. Çfarëdo gjë qoftë, ka qenë angazhimi juaj me diçka, por ose angazhimi diku tjetër me ju dhe thjesht nuk ka ku të shkojë më, thjesht duhet ta mbyllim këtu, sepse thjesht pastaj situata bëhet si të thuash, e lodhshme, mërzitshme. Dhe kjo do të jetë arsyeja pse diçka do të mbaroj, sepse do të zhgënjeheni duke parë që nuk ka çfarë t'ju ofroj më shumë se kaq çfarë ka ofruar. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte do të thotë pas shumë vështirësive, pas shumë problematikave, pas errësirës vjen drita, që ta kuptoni. Çelet drita jeshile në një bashkëpunim, në një lidhje, në një marrëdhënie, në një zgjidhje në një problemi tuaj, çon si ka, këtu ju jepet për të ecur përpara, ose çelet drita jeshile se të doni kuptoheni në lidhje me një çështje të caktuar tuajën. Ka të bëjë me shëndetin, me paran, me çfarëdo gjë qoftë, është ecim, vazhdojmë, hapet rruga. Për sa i përket ditës së kurrente e premtja ishte kjo, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e juaja. Shumë intuitive dita e shtunë, çfarëdo gjë intuita juaj ju thot, dëgjojeni dhe mos e anashkaloni. Është një transformimi, ndryshimi i brendshëm, të brendshëm. Nuk do i keni, ndjesit nuk do të jenë të njëjta, do të jeni të lëkundur edhe ju në ato ndjesit tuaja, por që sido që të jetë intuita luan një rol shumë të rëndësishëm në vendimarrjet tuaja dhe nuk do ju zhgënjej. Përsa i përket ditës së shtunë dhe sidomos me çfarëdo gjë që lidhet me paran, po dhe me ndjenjën si ndjenjë. Dhe përsa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel është dita e çfarë do të themi tani, hajde dalim, argëtojmë, festojmë për diçka, festoni, fejoheni, bashkëjetoni, ju thërasi në një party, në një fest, çon si ka është dita të dalim, të argëtojmë, të festojmë, të kujtojmë që jemi gjallë dhe jeta vazhdon në njerëz pavarësisht problematikave dhe vështirësive. Një njohje shumë e rëndësishme ditën e diel, mund të ndryshojë jetën prej këtej në vazhdim. Përshëndetje, përshëndetje je Luani dhe ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle. Sot sigurisht është dita e hënë, domethënë jam me vonesë, se di që jam me vonesë, se di shumë mirë, si njeri i përgjegjshëm që jam, por ja, shëndetin do njëna i prish këto planet. Sido që të jetë, ja ku jemi, parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe përsa i përket ditës së sotme dhe asaj çka po ndodh brenda ditës së sotme, prisni mesazhe dhe lajme të rëndësishme, qoftë nga një person i cili nuk është bërë i gjallë prej kohësh, qoftë nga së thuash një person i cili mezi po prisni t'ju komunikoj sepse sapo e keni takuar dhe doni të dini me padurim se do shkojë kjo lidhje, ose në qoftë se keni lënë diçka pezull të jepet fundi, përfundimi, domethënë do bëhet kjo gjë në vija të përgjithshme, jo vetëm për sa i përket aspektit personal, por në vija të përgjithshme, le të themi që mesazhe shumë të rëndësishme që merrni sot shtrojnë rrugën për të ardhmen tuaj në punë, kudo qoftë. Atëherë, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita juaj edhe juaja, domethënë, shiko, kur kemi të bëjmë me shenja zjarri, do të thotë që dita kërkon veprim dhe kërkon veprim të shpejtë, me thënë të drejtën, kështu që ju, për çfarëdo gjë ka të bëjë me një sipërmarrje, por ku nuk investojmë shumë, ju lutem shumë, jo të lëmë qimet e kokës e pastaj ju mbasim gjithashtu siç i hedhim në tavolinë. Unë do ju thosha për investime të vogla, për çfarëdo gjë ka të bëjë me sipërmarrje të vogla, çfarëdo gjë ka të bëjë me evente, organizim me evente, nëse jeni në profesione të tilla, çfarëdo gjë ka të bëjë me famën, çfarëdo gjë ka të bëjë me grupime njerëzore, çfarëdo gjë ka të bëjë me CEO, domethënë drejtoj unë një kompani, drejtoj unë një grup njerëzish,
apo udhëtime, apo çështje ligjore gjyqësore dhe kontrata të rëndësishme pune, atëherë le të themi që dita e martë kërkon veprim të shpejt, imediat, që të mund t'ja dilni dhe duke evituar arrogancën, irritimin dhe të thuash lëvizje të pa menduara mirë. Sigurisht të shpejta veprimet, por jo aq të shpejta sa të bëjmë gabime pastaj. Atëre, përsa i përket, pra kapni momentin, më do të kapni momentin ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e kujdes, do i thosha këtu shpenzimet unë tani. Dita e mërkur një herë para ju kthen hije nga e kaluara. Se këto janë individ apo situata që kaluat me individ të caktuar, apo se janë pasigurit tuaja që burojnë nga humbje ose gabime që keni bërë në jetë të kaluar, çon si ka, unë do i thosha vetëm kaq, është një gjendje psikologjike pikë së pari, mos lejoni t'ju vëri poshtë, mund të jetë një situatë që më tepër e quaj situatë manipulimi që ju ja bëni vetes tuaj, por sido që të jetë nëse përballeni me individ të cilët kërkojnë t'ju manipulojnë, t'ju gënjejnë, t'ju mashtrojnë, t'ju vjedhin, mundoni të vini në vendin e tyre. Pra kjo është edhe momenti ku disa gjëra i zgjidhni përfundimisht. E shikoni, është thënë plotë, është thënë plot, edhe bëjnë në hëna të plota, normalisht diçka mbaron, por mbaron duke dalë një skandal, duke u shfaqur një skandal, duke dalë një vërtet në pa, duke marrë vesh diçka që do ta kishte marrë vesh prej kohësh, duke dalë në pa një mashtrim e me radhë e me radhë. Unë në përgjithësi do i thosha kujdes shëndetin, sepse mund të sëmureni nga pakujdesia juaj ose do kuptoni se tendenca tuaja të këqija, të keq ushqyerjes apo abuzimeve që keni bërë mund të kenë shkaktuar një dëm në shëndetin tuaj. Kujdes me financat, sepse mund të kuptoni se keni harxuar më shumë nga ç'duhej ose dhe mund të keni investuar në persona të gabuar. Për sa i përket financave dhe ja ku po e pësoni, familja, edhe nga familja është gënjeni, deri diku me të drejtën, por që sido që të jetë, thash, ajo çka nis dhe zhvillohet brenda kësaj dite, pavarësisht se të lëndon ku shikon disa të vërteta, janë të vërteta dhe duhet të t'japësh drejtim disa gjërave, dhe ndoshta edhe disa personave. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e udhëtimeve. E para njëherë kjo favorizon shumë tregtin, duhet t'ua them. Pra çfarëdo gjë ka të bëjë me paran, me tregtin, me investimin, me paran që rrjedh, kjo gjë, domethënë kjo ditë është shumë e favorshme për sa i përket kësaj gjëje. Tjetër gjë se çfarë kjo ditë favorizon janë udhëtimet dhe çfarëdo lloj kontakti që ju e lidhni me individ që ndodhen jashtë shtetit. Pra, mendoni të zgjeroni aktivitetin tuaj jashtë shtetit, mendoni të lidhni një bashkëpunim me një kompani ose me individ që ndodhen jashtë shtetit, dhe gjitha këto favorizojnë. Në total fillon një jetë e re për ju, me angazhime të reja, me mundësi zhvillimi të reja, të cilat kanë për të qenë me të vërtet dhe fitimprurse, po dhe shumë të suksesshme. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e ndihmës. Kudo do keni nevojë për ndihmë, nuk ka për t'ju munguar ajo ditën e premte. Qoftë në punë, nuk ja dini do të realizoni diçka, ju ofrohet asistencë. Pra, kudo ku keni nevojë për ndihmë financiare, materiale, shpirtërore, profesionale, ja ku e keni. Ditën e premte ndihmë nuk ka për t'ju munguar. Përsa i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë është dita e duhet të ndani mendjen se çfarë do bëni me një marrëdhënien tuaj në distancë. Pra në qoftë se ju jeni këtu dhe tjetri është në fund të botës, duhet ta ndani mendjen se çfarë do bëni. Pse ka ardhur momenti, si të thuash, ose në qoftë se me partnerin tuaj jeni në një farë distance psikologjike, shpirtërore, me radhë. Pra, vlen e njëjta gjë. Ndajini gjërat se si do vjen prej teje tutje. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e fillimeve të reja. Shumë prej jush po shpërngulen në një banesë të re, dhe ç'është e vërteta, ju të shenjës së Luanit jeni në shpërngulje këtë vit, këtë muaj. Shpërngulje me punë, përpasoj me banesë përpasoj dhe punë, nuk e di të dyja këto së bashku, por që sido që të jetë, këtu dita e diel favorizon një bashkëjetesë, favorizon një shpërngulje në një banesë të re, ose shpërngulje në një shtet të ri, pse jo? Favorizon një nisëm të re përsa i përket biznesit ose një sipërmarrjeje, një lidhje të re që sapo ka filluar dhe ardhin e një fëmijë në jetën tuaj gjithashtu. Pra është një kapitull totalisht i ri që po nis tani dhe normalisht fillesën e paska ditën e diel. Shumë premtuese kjo e ardhme, kështu që shijojeni të dashurit e mi. Përshëndetje një vigjëreshës dhe ja ku më keni përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës. Ditë e hënë sot, sigurisht që ora është një orë e caktuar, kjo që po flasim ne tani,
nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur në pjesë më të madhe të jetës tuaj, por që sido që të jetë pse jemi akoma në kohë. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe përsa i përket ditës së sotme, përdorni intuitën tuaj. Nëse sot duhet të merrni vendime të rëndësishme, mundohuni, ju lutem shumë, të keni besim tek intuita juaj, nuk ka për t'ju zhgënjyer. Gjithashtu është një ditë kjo ku dalin disa të vërteta në pa, të cilat ata të cilët do të ekspozohen nuk janë as pak të përgatitur, me thënë të drejtën, por që po, është një ditë që sjell të vërteta në pa, sjell ka zbulime të caktuara dhe të fshehtat nuk janë më të fshehta, nëse doni ta themi dhe kështu. Por që keni besimin intuitën tuaj, nuk ju gënjen. Nëse mendoni se ka diçka që nuk shkon në një marrëdhënie pune, në një marrëdhënie personale, në një marrëdhënie familjare, në kudo qoftë, ajo çka intuita juaj ju thotë është e vërtetë dhe që të jeni dhe më të sigurt, pak më vonë brenda ditës së sotme dalin dhe fakte që tua për të kthej tamam siç është ajo letër. Përsa i përket ditës së martë pastaj, këtu ndahemi përfundimisht. Shumë prej jush mund të jeni në një proces divorci apo jo, dhe ndani mendjen më në fund dhe thoni mbaroj këtu. Tu me të vërtet lexojmë divorc, por divorci nuk është vetëm në një marrëdhënie në çift, divorci është edhe në një marrëdhënie në punë. Kështu që sido që të jetë çfarëdo gjë ka ardhur fundi dhe ka të bëjë me një marrëdhënie njerëzore, ja ku e keni mbaron këtu si eksperiencë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e dashamirësisë, e bamirësisë, e të qëndruarit afër personave që kanë nevojë për të qëndruar afër. Kështu që ju nëse keni persona të moshuar afër vetes ose fëmijë të vegjël që kanë nevojë për kujdesjen tuaj, fëmijë të vegjël deri në adoleshent, arrin kjo letër, ta kuptoni, në adoleshencë. Pra deri dhe adoleshent, nëse i keni fëmijët tuaj, kujdesuni për ta, për shëndetin e tyre, për çfarëdo gjëje ata kanë nevojë. Mos harroni, janë adoleshentë dhe shumë gjëra mendojnë se i din, por realisht nuk din asgjë. Dhe kujdes abuzimet, ju lutem shumë, ju them gjithmonë, kujdes fëmijët, nuk di se sa, nuk e di. Kujdes, sepse kjo është dhe letër abuzimesh. Kujdes dhe ju vetë me veten tuaj, sepse përsëri e njëjta gjë vlen. Dhe kujdes se kë vendosni, kë fusni në krevatin tuaj, dua them shumë troçe dhe prerë dhe qartë, sepse fatkeqësisht marrëdhëniet njerëzore janë bërë, do ta them, të shturura totalisht dhe nuk e di më se ai kë vendos ti apo ajo kë vendos ti në shtratin tënd, me këtë tjetër ka qenë apo me këtë tjetër është. Dhe kjo tregon qartazi dhe flet qartazi për sëmundje seksualisht të transmetueshme. Ndaj bëni kujdes, do i bëni gropën vetes, domethënë kujdes. Dhe përsa i përket financave, kuptoni nuk kushdo të vitë na qahet të na qaj hallin e vet, nuk japim hua, nuk kemi për t'i marrë më kur, dhe as nuk kërkojmë sepse nuk do i shlyejmë dot kur, edhe sikur. Kështu që kujdes, dashamirësia sigurisht vlerësohet dhe sinqeriteti ditën e mërkur, por kujdes naivitetin pastaj, kjo është tjetër gjë. Mos të bëni viktima bukur e mirë, duke qenë bukur dhe mirë të kthesh viktim. Atëre, po, përsa i përket ditës së enjte, përsëri ka diçka që vjen pa pritur, pa pandehuar dhe godet në atë moment që më pak e prisnin. Këto zakonisht janë lajme të befasishme, janë vendime të befasishme, janë situata që ndryshojnë pa pritur, një ndarje befasishme, një debat i befasishëm, një zhgënjim shumë i madh. Çfarëdo gjë qoftë, sigurisht shoqërohet me një zhgënjim të madh, por zakonisht nuk kemi çfarë t'i bëjmë, është diçka e cila duhet të ndodhi në mënyrë që të kuptojmë se ku po gabojmë. Dhe nëse ka apo jo, ose nëse premton apo jo, për korrigjim, sido që të jetë, përgatituni për të papritura, si të thuash, vetëm mos si zjasni shumë. Çfarëdo gjë qoftë, okay, ndodhi, ai mirupafshim, nuk e mos e zjat më shumë se aq. Tani është ajo rrufeja që them në qiell të hapur, pikërisht ajo është dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita, thash, fillon ditën e enjte, sigurisht do bitise ditën e premte. Është dita që pavarësisht se çfarë zbulohet, pavarësisht se çfarë vjen dhe ju godet ashtu si rrufe në qiell të hapur ditën e enjte, ju përballet me frikën tuaj ditën e premte. Çfarëdo lloj frike qoftë kjo, ka të bëjë me financat, ka të bëjë me do mbeten vetëm, ka të bëjë me çfarëdo gjë qoftë, nuk është asgjë reale. Duhet ju them që çdo gjë është në kokën tuaj, mundoni të përballeni me këtë lloj frike dhe pasigurie që keni për ecëgje se çfarë i bie të jetë, çdo gjë ka për të qenë mirë, asgjë e keqe nuk ndodh. Thjesht është një proces psikologjik që juve ju ndihmon të ecni përpara. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë
Shumë zbulime ka kjo javë, shumë të vërteta dalin në pa dhe ju jeni detyruar të vërtetën ta shikoni për atë çka realisht ka qenë dhe jo atë çka keni dashur ju ta shihni. Shumë marrëdhënie mbarojnë brenda kësaj jave, edhe dita e shtunë i ngjason ditëve të tjera sikurse ju thash. Ju thash që ditën e njëjtë ky proces e premte e shtunë hapni syt vërtet dhe shikoni realitetin për atë çka është dhe nuk ka nuk ka, është. Kështu që këtu mbaron diçka, mbaron ama për të filluar diçka tjetër më e madhe, më e bukur, më e rëndësishme në jetën tuaj. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku disa, se jo të gjithë janë duke mbyllur një marrëdhënie apo duke zbuluar të verët e jetës së veta, kanë nga ata të cilët e kanë nisur një marrëdhënie, janë shumë minut çift, dalin, ndargëtojnë, kujtojnë të kaluarën, si thua, kujtojnë si e nisën këtë marrëdhënie dhe rindezin atë flakën përsëri të pasionit midis tyre. Kështu që e bukur dita e diel. Përshëndetje peshores dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle. Jemi përsëri këtu për të analizuar tiparet të kësaj jave për shenjën tuaj, sot ditë e hënë me thënë të drejtën, deri tani nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur në jetën tuaja, por sido që tjetë shohim çfarë vjen prej këtej e tutje. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Sot dita thot, bëj më shumë, do me thënë, mos ki frikë të investosh, mos ki frikë të provosh, mos ki frikë të shprehesh, çfarëdo gjëje mund të dali e papritur nga gjithçka që ti nuk pret se mund të ndodhi. Kështu që sido që të jetë është një ditë që nëse investon, fiton, në qoftë se shprehesh përsëri fiton, në qoftë se guxon, guximi të kthehet në fitim. Pra, shtoni ato që keni sot, sepse dita premton. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që do më bëni kujdes shumë me lëvizjet tuaja dhe me mjetin tuaj, po dhe me mënyrën se si komunikoni. Dita e nesërme i ngjason Merkurit retrograd. Merkuri sigurisht nuk është retrograd, momentalisht, por sido që të jetë ka këto tipare, të tipit më prishet makina, më lë në mes të rrugës, nuk e kontrollova për benzinë, më la benzina në mes të rrugës, më doli një defekt, çfarë do llogjia qoftë, kujdes aksidentet, sepse pa kujdesi e vogël e shikoni se sa kushton sot, dhe kujdes komunikimin, kujdes se si shpreheni, sepse ju mund ta thoni diçka me të pakeq dhe shikoj se ju jeni thëmbusa dhe nuk e thot njeri, nuk e di pse nuk e thot njeri për ju që jeni me të vërtet thumbusa si njerëz, jeni arrogant. Duhet ta themi këtë gjë. Vërtet jeni të ëmbël, po fjalën e keni të ëmbël, sigurisht, por jeni dhe shumë thumbusa dhe prandaj dhe pjesa më e madhe nuk ua kap dot atë ironin, sepse e keni të elaboruar, e keni të rregulluar, e keni të pastruar, e keni të zbukuruar në fjalën. Sido që të jetë kujdes me fjalën dhe me domethënë komunikimin dhe me transportin, çfarëdo gjë me lëvizjet tuaja, me mjetin tuaj ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e fitimeve, por jo të lehta, do të thotë vinë të ardhura ose shtohen fitimet për shkak se keni luftuar shumë, jeni përpjekur shumë, nuk e keni lënë një kaos që t'ju iki kështu hajde pa e parë dhe pa e mbështetur, sido që të jetë keni fitore të mëdha për sa i përket punës, për sa i përket financave, për sa i përket çështjeve ligjore gjyqësore, për sa i përket gjithçka ju lidh me shtetin nëse doni, ose me zyra të rëndësishme dhe institucione të rëndësishme shtetërore. Kështu që po luftoni për një fond, po luftoni për një subvencion, po luftoni për një financim, po luftoni për çfarëdo gjë është e juaj dhe duhet t'ju kthehet nëse nuk është kthyer akoma, ja ku jeni. E njëjta gjë vlen për çështje familjare, e njëjta gjë vlen për marrëdhënie në çift, ku situata nuk është e lehtë, po sigurisht që del me fitore për ju, fal këmbguljes tuaj dhe mbrojtjes së vlerave dhe parimeve tuaja. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e mesazheve, po si do thoshim, është dita e zbulimeve të rëndësishme. Kështu që ke parasysh kur themi është si libër i mbyllur ky njeri edhe nuk lexohet kollaj, pra këtu diçka del në sipërfaqe. Një person i cili menduat se ishte i padepërtueshëm normalisht e hap zemrën dhe ju tregon gjëra të cilat do mbeten një të shtangur, por themi, do ju iki të peleku fare. Sido që tjetë është dita e zbulimeve, të vërtetave që dalin në pa, të sekreteve që të tjerë ju besojnë, dhe në total është dhe letër që pse jo favorizon përse i përket ditës
e njëjtë dhe një marrëveshje shumë të rëndësishme. Kështu që keni mendjen, unë kam për të thënë që ditën e njëjtë do të befasoheni me çfarë do dëgjoni ka individ të caktuar. Nëse sido që të jetë, ta shohim. Nuk është për keq, për mirë është, okay? Do të thënë nuk bëhet fjalë për keq. Dikush për shembull mund të vijë dhe t'ju thotë që për ju ka pasur ndjenja për një kohë shumë të gjatë, ose ju ka pasur konsiderat për një kohë shumë të gjatë, mendonte për ju të kishte me ju një bashkëpunim prej shumë kohësh, mund të jetë një person që mund të jetë më i rëndësishëm për ju, më fani, më i rëndësishëm se ju dhe mund t'ju bëj çudi fakti që ky person çfarë po më thotë, do të thënë si ka mundësi ky që qëndron më lart dhe ka më shumë. Ta kuptoni se çfarë po them, kjo është ideja dhe ju ecën për mirë, nuk ju ecën për keq. Prandaj them të mund të lidhni një bashkëpunim i rëndësishëm pas një komunikimi të tillë. Atëherë, kjo ishte dita e njëjtë, përsa i përket ditës së premte, dita e premte këtu duhet të merrni një vendim të rëndësishëm. Dhe është një vendim i cili ju takon vetëm juve, nuk mundet dikush këtu të ndërhyjë, nuk duhet të ndërhyjë sepse ju prish të ardhmen. Kështu që çfarëdo gjë e qoftë e vendosni vetëm ju. Nuk ka për të qenë një vendim i lehtë, për shembull, do qëndroj në këtë vend pune apo jo, do qëndroj me këtë person apo jo, por sido që të jetë jeni vonuar, do ta kishit këtë hapë shumë kohë më përpara. Prapë nuk është vonë, por sido që të jetë temi. Jeni në fazë që duhet të merrni vendime të rëndësishme, ta ndani shapin nga sheqeri dhe ju, dita e premte kjo. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që këtu kujdes do ju duket të paktën sikur dikush po mundohet t'ju bëj keq, sikur dikush po mundohet t'ju bllokoj, por dhe mund të jetë e vërtet, okay, por që kuptoni një gjë, çdo gjë nis nga truri i njeriu. Në qoftë se trurin e ke të pastër, në qoftë se truri nuk ecën dhe nuk vepron me bazë frikën, atëherë të mundohet kush të dojë të bëjë ty çfarëdo gjë e qoftë, nuk arrin dot asnjë gjë. Është truri i njeriu ai i cili krijon burojën dhe është përsëri truri i njeriu ai i cili e përcakton për mirë apo për keq. Unë do të thosha mos bini pre e frikës, okay, kaq, për sa i përket ditës së shtunë. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është letra e diellit, do të thënë lidhemi familjarisht, gëzojmë, argëtohemi, bëjmë një piknik, pse jo, disa fejohen, martohen, disa nisin një bashkëtesë, disa bëjnë me fëmijë, që çon si ka, ose disa shkëlqejnë me punët e tyre ose me projektet që hedhin në treg. Kështu që sido që tjetër është letra e suksesit, e lumturisë, e familjes, e famës nëse e doni, kështu që çfarë do të themi bukur se kaq. Dhe e letrës edhe e faktit se kjo letër premton jo vetëm për sa i përket ditës së diel, por edhe për çka do të vi pas ditës së diel, do të thënë po shtrohet rruga për një të ardhmë goxha të drejtuar për ju. Përshëndetje, përshëndetje një akrepi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Jemi ditë e hënë, me pak vonesë, sido që të jetë parashikimet e muajit i gjerit në YouTube Zodiac Oracle, aty keni datat e rëndësishme, momente rëndësishme, çfarë do të bëni kujdes dhe çfarë ju leverdis dhe kur duhet të veproni, ndërkohë që parashikimet tuaja në privat i rezervoni duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, sot mos keni frikë të jeni vetvetja, mos keni frikë dhe në qoftë se jeni ose dukeni në sy të tjerëve të egzageruar. Sot fitoni ditës së sotme, fitoni me atë çka realisht jeni, me atë çka realisht ofroni, pra jeni vetvetja, jeni autentik, mos keni frikë të tregoni kapacitetin tuaj dhe sikur të jeni brenda ignorancës, sepse çfarë të themi tani, aftët sot janë midis ignorancës, dhe të rrethuar nga ignoranca, nuk kemi çfarë t'i bëjmë kësaj gjëje, por ju mundohuni të kuptoni se fitoni pikërisht duke qenë vetvetja sot. Kudo që të jeni, kudo që të ndodheni, çfarëdo lloj rrethanash të gjendeni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë kujdes 4 putrosha tua, ju që i keni dhe i keni shumë për zemër, ju që akoma nuk i keni, mund t'ju vinë ndonjë dhuratë nga qielli, nga Zoti, nga një person që ju do të mirë, në qëndë si ka, por ka të bëjë me kafshë shtëpiake dita e martë dhe çfarëdo gjë rrotullohet rreth tyre. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur kërkon kujdes në ambientin e punës dhe në ambientin shoqëror ose kudo ku ju jeni të ekspozuar kundrejt personave të cilët janë arrogant, të cilët janë u pëlqejnë makinacionet, u pëlqejnë intrigat, u pëlqejnë t'ju fusin në kurthe, kështu që kujdes kurthet, manipulacionet dhe intrigat ditën e mërkur kudo që ndodheni. Sepse e tillë ditë është.
Për sa i përket ditës së enjte, dita nuk para bie kjo letër, por kur bie do të thotë e çfarë them tani këtu jackpot. Pra diku fitoni dhe fitoni shumë. Se do të jetë në dashuri, se do të jetë në punë, se do të jetë në karrierë, se do të jetë në famë, se do të jetë kudo qoftë si do jetë, në para, është dita juaj, dita e enjte dhe një moment është, kujdes, një moment, por që mund ta kthej gjithçka në një jackpot, do të thënë, fitore të madhe është ideja. Për sa i përket ditës së premte pastaj, dita e premte është dita që shprejnë ndjenjat tonë. Shikoj, se kjo mund të jetë i përballje me veten, në të tipit kuptoni se kush jeni ju në të vërtetë, çfarë aftësish keni. Është dita që takohesh me shpirtin tënd dhe pranon atë që realisht je, pranon atë me të cilën atë lloj substance me të cilën je gatuar realisht. Intuita ka përqenë shumë e rëndësishme, çfarëdo lloj fjale që do thoni duket sikur ka një peshë të veçantë, rastësitë nuk kanë për të munguar, por nuk kanë për të qenë rastësi, pra si të thuash zbuloni veten dhe përmes kësaj gjë zbuloni dhe të tjerët. Dhe nuk e di, është një moment kthjellimi shumë i bukur ky i ditës së premte, që fal guximit që keni për të shfaqur veten tek të tjerët dhe të tjerët zhvishen para jush dhe do keni eksperjenca shumë të bukura, unike shpirtërore ditën e premte dhe me veten po dhe me individ të tjerë të rëndësishëm. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e shumë bukur, ai të fejojmë, ai të martojmë dhe të bashkëtojmë nëse doni, sepse dikush e ka marrë seriozisht këtë gjë dhe një propozim nuk ka për të munguar. Qoftë nga ana juaj që jeni meshkuj kundrejt një femre, qoftë juve femrat këtë gjë normalisht e merrni nga një mashkull që mezi po e prisni madje do thoshe. Por që është ditë e tillë, dita e shtunë. Pra gjë po bën serioze dhe mund të jetë edhe në një marrëdhënie pune kjo gjë. Do të thënë një marrëdhënie pune, një bashkëpunim po merr një natyrë serioze dhe po bëhet gati në shkrimin kontrate shumë të rëndësishme. Sido që të jetë në dyja rastet jeni në fitore. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel tani këtu është çik me, të thuash, me hope kjo dita e diel. Ka vonesa, ka bllokesa, i nis gjërat por ndryshe dalin, ndryshe përfundojnë, mërziteni, por sido që të jetë janë kalimtare. Janë kalimtare dhe thjesht ju stopojnë pak në kohë për të menduar se a duhet të përsëriten situata të tilla pas here, sepse nuk janë tani të tanishme, janë të përsëritura. Dhe ju jepet gjithashtu mundësia të vini fret, të vini fund. Jepni fund kësaj gjëje, kësaj situate, se i përjetoni me familjarët tuaj, se i përjetoni në çift, se i përjetoni në një marrëdhënie shoqërore, se kudo që i përjetoni, jepini fund. Do të thënë ato ashilacionet lart poshtë, lart majtas djathtas ju lodhin, ju mërzisin. Jepni një farë drejtimi, sido që të jetë, janë re që shfaqen në qiell papritur dhe ashtu papritur edhe zhduken. Por një farë dëmi do e kenë shkaktuar, sido që të jetë. Kuptoni edhe mundoni të shikoni se çfarë do bëni me dëmin pastaj që të mos lejoni situata të tilla të përsëriten më. Por që dita e diel ka të natyrën e vonesave, të plogështisë, të nuk dua të bëj asgjë, të nisem për të bërë një gjë dhe ajo nuk del, ka gjëra të tilla domethënë. Përshëndetje shigjetari dhe ja ku më jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle për parashikimin e javës. Për shenjën tuaj që normalisht po nisim nga dita e hënë sot. Dhe më mirë akoma se për çfarëdo gjë kemi për të thënë, në qoftë se ka ndodhur, rastisht të ke ndodhur, atëherë dhe mund të më thoni. Shikoj se këtë gjë përjetova unë sot, Nëse, sido që të jetë, parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Po çfarë na sill dita e sotme dhe thot kujdes sepse aty ku po hyn në këtë pyll të errët me kafsh plot, duhet të bëni kujdes. Pra, është dita që duhet të tregoni kujdes në punë, në dashuri, në financa, me kë diskutoni, ku përfshiheni, kujdes ditën e sotme, do kujdes, sepse ka rrezik. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, po vazhdojmë me botë një të linjë. Shumë prej jush mund të kuptoni se personi që keni pas në krah, ose personi që ka shfaqur par interesi për ju, e ka shfaqur interes për shkak të xhepit tuaj, jo të personit që ju jeni. Pra do zbuloni se personi që keni në krah ju ka dashur vetëm për interes që t'i bjem shkurt, dhe këtë gjë zbuloni ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që për të gjithë juve që keni pas probleme në çift, i arrini të rikuperoni ato, ose arrini të rikuperoni,
në çështje shëndetësore vlerësoj një ta gjë. Për sa i përket financave, gjëra ta avash po vjen në vend, si të thuash kjo letër përfaqëson të gjithë ata dhe kjo dita e mërkur përfaqëson të gjithë ata që mezi po presin marrjen e një vendimi ose ndryshimin e një situate që ndryshon edhe jetën tuaj për mirë. Dhe e vërteta kjo është një fjalë goje, një vendim, një nënshkrim i një kontrate, një një lajm përcakton të ardhmen dhe ardhmja jo çka tregon është se prej këtej në vazhdim nuk do kemi më probleme. Çfarë do të probleme kishit pasur pra me marrjen e këtij lajmi ose me këtë sqarim që mund të keni, mbaron pikërisht aty dhe gjërat rinisin nga e para për të mos u prishur më. Pra është ditë stabiliteti, është ditë korrigjimi, është ditë përjetësie nëse e doni, është ditë vërtetësie dhe sinqeriteti. Kështu që ja ku i keni të gjitha këto të gjitha së bashku pra. Për sa i përket ditës së enjte, shumë bukur. Juve jeni fëmijë të fatit, sido që të jetë, por fati po ju troket në derë ditën e enjte, dhe ditën e mërkurt, po dhe ditën e enjte. Mundon ta shfrytëzoni ashtu sikurse i takon. Mos u bëni se ju jeni fëmijë të fatit, por si të thuash ju e keq trajtoni fatin tuaj. Ktu mos abuzoni me të, ju lutem shumë, merreni, përdoreni, shfrytëzojeni dhe jackpot aty, atë bëni edhe ju pra. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që të ktheni në origjinë, të kujtoni se nga vini, nga e nisët, si e nisët dhe ku keni arritur. Pra, shumë prej jush do kërkoni të kujtoni ose të kuptoni se nga vini, edhe do të thënë, nuk po flas vetëm si e nisët në një profesion caktuar, në një marrëdhënie caktuar, por nga e keni prejardhjen, nga e keni origjinën, do të thënë do i futeni shumë thellë disa gjërave. Ditën e premte, kjo do ju ndihmoj të kuptoni se kush jeni ju në të vërtetë, cilës linjë përkisni dhe çfarë linje do të mbani prej këtej, do të mbani dhe ju prej këtej tutje. Është ditë shumë e bukur kjo dita e premte, ndonjëherë nuk i kushtojmë rëndësi prejardhjes tonë, por është pikërisht e prejardhja jonë që mund të na hapi rrugët drejt së ardhmes. Si them ndonjëherë, ti që je djali filan, nuk e di, apo ti që pas ke kontakte, po ja kështu do vej ajo dita e premte dhe falas atyre kthimeve pas në kohë dhe origjinës, arrini të kapni dhe mundësi të tjera shumë të bukura realizimi. Nëse sido që të jetë, vazhdoj me ditën e shtunë. Dita e shtunë është dita e shenjave të ajrit, pra rrit puna me shenjat e ajrit ditën e shtunë, ose thjesht është një ditë komunikimi, ku komunikimi dhe transporti janë shumë të rëndësishëm, që do të thotë, ose do uleni me dikë dhe do sqaroni janë dy gjëra që keni për të sqaruar, ose do keni ide shumë të rëndësishme të cilat nëse do i komunikoni tek personat e rëndësishëm, përsëri jackpot do ju kthehet, përsëri do arrini një realizim shumë të bukur, ose ka të bëjë me udhëtime, pra diku po udhëtoni, sido që të jetë çfarëdo gjë ka të bëjë me marrëdhënie njerëzore, me çift, nëse niseni për një udhëtim, nëse guxoni të jeni hap aty të parë të zgjini një farë keq kuptimi, apo ndoshta edhe për çështje ligjore, me thënë të drejtën, ose dokumentacion notarial, me natyrë notariale, duket se dita e shtunë favorizon goxha. E hënë e martë kurrente, që kam përgabimu këtu? E hënë e martë e mërkurejte premte, e po e shtunë në rregull jemi, dhe përstej përket ditës së diel, dita e diel është dita e vështirësive të fundit, së të thuash, këtu mbarojnë vuajtjet e mia, por, edhe me një vështirësi të fundit, si të thuash. Kjo do jetë vështirësia e fundit para një realizimi shumë të madh. Do të thotë, është si ai testi. Është sikur të teston universi dhe një herë të fundit, përpara se t'ju japi atë që ju takon dhe është e juaja. Kështu që për të gjithë juve që do t'rregojeni të duruar dhe do të keni besim drejt së ardhmes, sikur dhe katastrofa më e madhe të vi, besoni është e fundit para se të vi realizimi i madh në jetën tuaj. Përshëndetje, përshëndetje Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Unë sido që të jetë do ju uroj një javë të mbarë, po nisim çik me vonesë, po nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Sido që të jetë parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Tani, përsa i përket ditës së sotme, nuk është momenti për të ndëjtur në vend numërosh, momenti për të vepruar. Pra, e nxini veten nga situata vet, kapni mundësinë, kapni momentin, nuk i lini gjërat thyekin kështu, pa i analizuar, pa i provuar, kështu që është momenti sot për të vepruar. Nëse doni sot të realizoni diçka,
thjesht veproni, thjesht mundoni ta kapni si mundësi dhe ta çoni atje ku normalisht juve ju leverdis. Kjo favorizon dita, domethënë. Është ditë veprimi. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e mbylljes së cikleve të caktuar, një marrëdhënie që mbaron, një bashkëpunim që mbaron, një 10 vjeçar i jetës tuaj i cili mbyllet këtu, një bashkëpunim, 10 vjeçar, një qëndrim në një banesë 10 vjeçare ku ikni tani prej andej dhe blini shtëpinë tuaj, shoqëro zot. Nuk e di çfarë do gjë qoftë mbaron këtu, por që është një cikël, për disa do të jetë 10 vjeçar, për disa ndoshta 1 vjeçar vetëm. Por që sido që të jetë është karma që po godet në derën tuaj, po troket në derën tuaj, duhet të mbaronte, duhet të përfundonte në mënyrë që të keni mundësi dhe ju të realizoni diku më mirë, jo më keq. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e lumturisë, e lulëzimit, domethënë këtu lulëzoni, këtu ndryshon çdo gjë në jetën tuaj dhe ndryshon për mirë. Këtu një bashkëpunim i ri mund të jetë duke filluar. Këtu fama juaj është duke u egzaltuar, emri juaj është duke u dëgjuar kudo, imazhi juaj duke u shkrepur kudo nëse doni. Në përjetët sociale juve që i përdorni shumë aktiv dhe shumë të famshëm, bashkëpunime që nuk e di, domethënë ndryshojnë jetën tuaj për ashtu sikurse nuk e kishit imagjinuar, kontrata të rëndësishme që i nënshkruani me kompani të mëdha ose me emra të mëdhenj. Kështu që në total situash është jeta juaj po lulëzon dhe diçka po lulëzon vërtet në jetën tuaj ditën e mërkur. Se ku dhe si qyshtek do na thoni vetë ju, por që unë një ide u avash. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte edhe juve bravo, jenë disa shënjaq deri tani, ju do fati apo jo. Dhe ju duhet ta doni po ashtu. Kështu që po ju them për juve deri të enjten duket se fati është në favorin tuaj dhe ju lutem shumë shfrytëzoni në maksimum për të arritur ato çka duhet të arrihet. Por sa i përket ditës së premte, dita e premte çfarë them tani? Domethënë duhet ta kuptoni se që sa e nisëm e deri më tani, fati po ju troket në derë. E nisni që sot dita e hënë me të kapur një mundësi që vjen papritur në jetën tuaj dhe vazhdoj me të martë, të mërkur, të enjte dhe të premte, që dhe kjo letër thot fati po ju troket në derë. Dhe shikoni se si e keni forcën nga të gjitha anët. Fat, fitim, përfitim. Shfrytëzojeni këto gjëra sepse një herë në kaq vin. Nuk i kemi aty çdo ditë dhe ju e dini shumë mirë se sa keni kaluar, sa keni vuajtur dhe sa nevojë keni për këto gjëra që po ju them. Favorizojeni në fakt dhe të 10 ditë të parë, dhe të 10 ditë të dytë, sidomos 10 ditë të dytë për këto gjëra që po them. Që keni lidhur domethënë deri afër datës 4 të shenjës tuaj janar. Tani, për sa i ose ndoshta edhe pak më shumë se aq. Atëre për sa i përket e hënë martën kurrente e premte, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që dikush do vjen do ju thotë diçka, do ju tregoj një sekret. Mbajeni, do befasojeni në fillim, sepse nuk është një person i cili flet shumë dhe tregon shumë, por mbajeni atë çka do ju thotë, do ju duhet më vonë. Do ju duhet më vonë për të mbrojtur një interes tuaj ose për të mbrojtur veten tuaj. Për sa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel do kujdes. Dita e diel ja, nëse ka një ditë që do pasur kujdes, është dita e diel. Pse? Sepse, shiko, kur je dhe mirë të merret çike euforia dhe bën më shumë gabime. Por shumë do të thosha jeni të kthjellët, jeni të vëmendshëm dhe vigjilent ditën e diel. Një tradhti është duke ndodhur, një goditje pas shpine gjithashtu, një zhgënjim i madh që vjen nga një person që nuk e prisni dhe nuk u shkonte mendja gjallë në bosë dhe mund t'ju tradhtonte. Por mund të tradhtojë vetja juaj, kështu që me kujdes ditën e diel vetëm. Përshëndetje, përshëndetje një ujori dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle. Kjo është java juaj e re, nis sot ditë e hënë me pak vonë sigurisht nga ana ime, por ju çdo gjë ka filluar, as i bëhet fjalë. Do e shohim, do e analizojmë, do më thoni edhe ju se nëse biem brenda me ndonjë nga ato gjëra që mund të kenë ndodhur deri më tani tek ju. Parashikimet e muajit tani. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Dita sot dilni, argëtoni, jepini vetes mundësi për të krijuar marrëdhënie të reja shoqërore. Domethënë pikërisht nga kjo gjë fitoni sot. Ju për shembull që operoni në rrjetet sociale, jeni influencera, ose thjesht keni ata ndjekësit tuaj, keni atë biznesin tuaj që bazohet dhe mbështetet në klientel,
virtuale apo reale, çfarë si ka, sot dita favorizon pikërisht këtë lidhje, ndërlidhjen, komunikimin, të tilla gjëra. Këtu fitoni shumë domethënë. Kështu që mos keni frikë të socializoheni sot. Sot do të lindin edhe bashkëpunime të reja pikërisht prej këtyre lidhjeve, ndërlidhjeve, dhe keni dhe fatin e mirë disa prej jush sot përmes grupeve shoqërore ose aktiviteteve shoqërore të takoni dhe dashurin, pse jo? Sot këto. Dhe puna në grup favorizohet shumë sot. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e kujdes. Kujdes këtu çfarëdo gjë ka të bëjë me varësitë, se ka të bëjë me bixhozin, se ka të bëjë me shpenzime, domethënë objekte luksi, apo çfarëdo gjë ka të bëjë me luksin dhe nuk i mbaj parat po i lëshoj, kujdes sepse do pendoheni. Kështu që dita e martë do kujdes për sa i përket financave, kujdes për sa i përket shpenzimeve, kujdes në vija të përgjithshme për sa i përket vesit, okay? Kujdes dhe varësive tuaja, sepse ju marrin më qafë. Për sa i përket ditës Mërkur, dita e Mërkur favorizon lajmet në vija të përgjithshme. Është një ditë me lajme plot. Do të thënë komunikim, po jo aq shumë komunikim sa lajme, ke përshku lajmërohesh, do me thonë, dëgjon lloje soi gjërash, që i ngjajnë dhe një farë të vërtetave që dalin në pagë, që nuk i dije, sekrete që zbulon. Është një ditë përballje me një individ nga e kaluara, pse jo, ose me një individ që keni në krah dhe që ju thon disa gjëra të cilat nuk prisni të dëgjonit. Nëse i marrëdhënia juaj ka mbaruar, po ka mbaruar në një mënyrë që pristit një farë sqarimi, ja ku do e keni. Favorizon si ditë çfarëdo gjë ka të bëjë me botime. Ju që jeni të tillë, domethënë, çfarëdo gjë ka të bëjë me botime, çfarëdo gjë ka të bëjë me librin në total, me shkrimin, ju që jeni shkrimtar, shfrytëzoheni ditën e Mërkur sepse ju favorizon, juve që jeni në media gjithashtu për përcjelljen e lajmit, lajmi që do të përcjellet të jenë shumë të rëndësishëm, ose një lajm që do ju besohet, do ju jepet mirë besim, duket se rrit emrin dhe famën tuaj. Dhe çështje studimore, domethënë që favorizojnë po ashtu ditën e Mërkur. Për sa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është dita e diellit, shkëlqejnë bukur fort si dielli, famë, familje, dashuri, shëndet i mirë, para, bollok, çfarëdo gjëje ka kjo dita e Enjte, pikë së parë do të ndjeni mirë me veten tuaj, një do thoni shoqyro zot mashallah mirë jam, inshallah të jem dhe më mirë do të jeni, por është dhe një ditë që favorizon shumë një njohje të re që premton për sa i përket të ardhmes, favorizon shumë çështje familjare që zgjidhen më në fund, një fëmijë që ndoshta po vjen në jetën tuaj, një thjesht jeta dhe situata po ndryshon në favorin tuaj. Është ditë lumturie që ta kuptoni ju. Dhe çfarë të themi? Dhe mbledhjesh familjare, festash familjare, festash në total, imazhi juaj që përcillet së jashtëmi dhe ndriçon dhe shton fansat, klientelën, ndjekësit, të tilla këto gjëra me radhë, kështu që edhe fama është aty. Pra edhe emër do bëni një pjesë e mirë juaj ditën e Enjte. Për sa i përket ditës së Premte, dita e Premte është dita e përballjes me vështirësi, domethënë nuk mund t'i bëni bisht vështirësive. Nuk mund të hiqeni sikur ato nuk ekzistojnë, nuk mund t'i anashkaloni. Është një ditë që po vështirësi shfaq në rrugën tuaj, do jetë në punë, një situatë që do ta zgjidhni ju, do jetë në çift, do jetë në familje, çfarëdo gjë qoftë, nuk mund t'i bëni bisht. Nëse i bëni bisht do vej më keq. Kështu që është një ditë që kërkon të përballeni me çfarëdo vështirësie që dita sjell në rrugën tuaj. Aty tregoni dhe aftësitë tuaja fundja. Pra mund të duket si po ta zgjidhni kur ta zgjidhni, do ketë individ të tjerë që me të vërtet po ju vëzhgojnë, do thonë, "Ke ky vleka vërtet." Bën. Kështu që dëgjoni çfarë ju them, përballuni nuk ju del për keq. Jo që doni do përballeni. Sido që të jetë pastaj vazhdoj me kë, e hënë e martë për Enjte Premte, vazhdoj me ditën e Shtunë, ku për ditën e Shtunë do themi ka momenti për të vazhduar përpara. Mbyllet një derë detyrimisht dhe ecim përpara me çfarëdo gjëje na pret drejt së ardhmes. Pra diçka po mbaron përfundimisht. Se çfarë është ajo, atë di secili prej jush. Mbaron një bashkëtesë, mbaron një fejesë, mbaron një martesë, mbaron një marrëdhënie pune, mbaron çfarëdo gjë qoftë, mbaron. Ecim përpara më. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel mblidhemi si familje, festojmë, presim njerëz në familjen tonë, ose thjesht mblidhemi familjarisht dhe gëzojmë. Për çfarëdo gjë duhet të gëzojmë, për çfarëdo vështirësi që kemi kaluar, jemi mirënjohës për ato çka kemi dhe që do mund të kemi dhe më shumë. Sido që dieta është një ditë që tregon ashtu rikuperim nga një
sëmundje që ndoshta keni kaluar dhe po e merrni veten, tregon stabilitet avash avash, po stabilizoheni. Një pjesë e mirë e juaj ndoshta po festoni nga një shtëpi e re tek e cila jeni shpërngulur, sepse kjo të tregon dhe shpërngulje dhe ndryshime banese. Mund të jeni në një bashkëtesë ditën e diel, nisni një bashkëtesë ditën e diel, ose diskutoni shumë gjëra gjatë se çfarë do bëni me fatin e një prone tuaj, ta shisni, do ta vlerësoni ndryshe, ka moment ta blini një banesë ose keni bler ende, me të tilla çështje jeni të angazhuar ditën e diel. Përshëndetje dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj e dashur shenjë e peshqve. E di që u abonova çik të parashikimin e kësaj jave, por që nuk kam se çfarë t'ju bëj. Parashikimin e muajit e gjeni YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë përsa i përket ditës së sotme, dita e sotme është si të thuash mos çani kokfare, të sigurt jeni, asgjë keqe nuk ju ndodh, edhe sikur të duan individ të tjerë t'ju vendosin në situata të vështira, dhe sikur dikush t'ju ketë ngritur një kurth, juve asnjë gjë nuk ju gjen. Pra, ajo çka merrni si mesazh për ditën e sotme është që thjesht ta dini se jeni të mbrojtur. Asnjë gjë keqe nuk ju ndodh sot, edhe sikur nami të bëhet dhe sikur gjithë bota të kthehet kundër jush, juve jeni të mbrojtur nga çfarëdo gjëje e keqe ose negative ose rrezik. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e thirrjes në një sallë gjyqi ose në një vendimi të prerë gjyqësor, po jo mbaron këtu, do të thënë shumë prej jush për shembull dënoheni, dhe dënoheni jo pak, dënoheni goxha. Shumë të tjerë liroheni, sepse e vuajtë dënimin tuaj, tani është momenti thjesht të vazhdoni me jetën tuaj prej atje ku e lat. Shumë të tjerë ndaheni përfundimisht ditën e martë. Shumë prej jush pushoheni nga puna ose ishni dorë nga një vend pune, sido që të jetë është dita e fundit e disa vështirësive të caktuara. Këtu fundja është ultimatum, këtu ajo çka duhet të mbaroj mbaron për të nisur diçka e re. Pra këto janë strukturat, është edhe shteti këtu. Kështu që këtu unë do të thosha mos u ngatëroni me shtetin ditën e martë, sepse nuk e dihet se si ju del. Por nëse keni abuzuar me një post të caktuar, pra jeni punonjës të shtetit dhe keni abuzuar, atëherë keq më vjen që po u them, po do përballeni me pasojat. Vazhdojmë me ditën e mërkur. Dita e mërkur është dita e, po dikush do dali që është gënjeshtar, ka gënjyer, do bëj pasojat, ose mund të zbuloni gënjeshtarët e jetës tuaj. Pra o jeni ju që dilni në sy të tjerëve si gënjeshtar dhe normalisht as vetë janë do përballeni me pasojat, ose dikush kuptoni se ju ka gënjyer dhe normalisht ato pastaj merrni vetë masat ju. Gjithashtu është një ditë që duhet të bëni kujdes. Pse? Sepse ka shumë individë të cilët vëmendjen e kanë nga ju. Çfarë bëni, si silleni, si jetoni, me kë jetoni, me kë bashkëtoni. Do të thënë, duket sikur dikush po i fut çik si më tepër hundët në punët tuaja. Kujdes mos jeni ju ata që i fusni hundët në punët e tjerëve pastaj, sepse aty ndryshon situata. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e vlerësimeve, është dita e, si thuash, e mërimeve, nëse doni diku e mëroheni, që s'jeni mëruar akoma, një farë vlerësimi e merrni, juve që keni punuar fort dhe e meritoni këtë gjë. Pra është dita e vlerësimit, është dita e rritjes së imazhit, e nderimeve, nëse doni, e të tilla gjërave. Por dhe jo vetëm përsa i përket emrit që keni në një vend pune, pra fakti që mund të ngriheni në detyrë, që mëroheni diku më lart, që ju bën nderimet që ju takojnë, por është edhe dita që biznesi ju ecën shumë mirë për shembull. Do të thonë shkëlqeni ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e mesazheve. Si thua, mund të prisni ditën e premte mesazhe, ose nëse i prisnit, ja ku i keni. Do të thënë është një ditë që favorizon shumë mesazhe dhe lajme në favorin tuaj për çështjet tuaja që ju i dini se për çfarë i keni. Kështu ditën e premte merrni pikërisht atë lajmin apo mesazhin e shumë pritur që ju hap rrugën ose ju lejon të vazhdoni në një mënyrë të caktuar siç e doni ju prej këtej në vazhdim me një çështje të caktuar sigurisht. Përsa i përket ditës së shtunë, kujdes, ju thashë dikush i ka syt mbi ju, ose ju i keni syt mbi dikë tjetër. Dhe nëse po dyshoni se dikush, nuk e di, po ju tradhton, po ju mashtron, po ju gënjen, po ju fshet gjëra, atëherë po keni mundësi që vetë i zbuloni. Por kujdes, do përballeni dhe me ato çka është pasojë, do të thënë varet sa thellë po i shkoni gjërave dhe a duhet apo jo të shkoni aq thellë. Të zbulosh se bashkëshorti të tradhton për shembull e ka një anë të mirë, po nga ana tjetër
çfarë do bënit me këtë gjë nëse do e zbulonit? Jeni të gatshëm ta lini atë person apo thjesht do e gëlltisni apo do bëni sikur e gëlltisni? Kujdes. Ose nëse pastaj ju jeni duke vepruar në një mënyrë të caktuar me gjërat tuaja, me marrëdhënien tuaj, me punët tuaja që ngrën dyshime, atëherë dikush ju zhvon nga pas, do t'ua them edhe do ekspozoheni. Kështu që bëni kujdes. Me ditën e shtunë ishte kjo, në martën kur e premte e shtunë, po. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e fitimit. Dita e diel është dita që ju mundësinë të ndryshoni komplet fatin tuaj nëse doni. Por jo në mënyrën që kishit parashikuar ju. Pra ju mund të ishit duke pritur një mundësi t'ju jepej diku, ndërkohë ju del një mundësi tjetër diku ku s'u shkon te mendja fare, por është edhe gjëja më e mirë që mund t'ju ndodhi juve. Është gjithashtu dita që tregon ndryshimet që kanë ardhur dhe po ndodhin ende në jetën tuaj dhe se ku ato synojnë. T'ju them, synojnë t'ju çojnë për më mirë, jo për më keq. Kështu që çfarëdo lloj vuajtje keni kaluar, çfarëdo lloj dështimi që keni pësuar, po ju çon për më mirë, jo për më keq. Është një letër që favorizon shumë financat, kështu që çfarëdo lloj bisede marrëveshje që mund të mbyllet ditën e diel është shumë mirë për financat tuaja dhe në total bëni gati sepse fati po ndryshon. Mbase ndoshta nuk do ju çojnë në atë drejtim që ju prisnit dhe kërkonit, por e sigurt që ka për t'ju çuar për më mirë, madje më mirë nga çfarë prisnit dhe juve vet. Kështu që besim, durim, gjërat janë duke lëvizur për shumë më mirë për ju nga ç'mund ta pandehni edhe juve vet.